Qytetarët që tërheqin para në bankomate ose kryejnë transferta do të marrin më shumë informacion në lidhje me interesat dhe komisionet që do t'i mbahen. Banka e Shqipërisë ka hartuar një rregullore të re, e cila synon që të rrisë më tej transparencën dhe të shtrëngojë kriteret në lidhje me tarifat që aplikohen në rast të kombimit të monedhës, veçanërisht në tërheqjet nga bankomatet apo pagesat me kartë. Operatorët e pagesave duhet të publikojnë përqindjen në një mënyrë të kuptueshme dhe lehtësisht të aksesueshme në një platformë elektronike. Institucionet financiare duhet që t'i dërgojnë qytetarëve ose bizneseve një mesazh elektronik me informacionin e përshtatshëm. Në këtë mënyrë, para nisjes së transaksionit të pagesës, ofruesi i shërbimit duhet t'i komunikojë klientit shumën totale të transfertës së kreditit, të përllogaritur në monedhën e llogarisë, duke përfshirë çdo tarifë të transaksionit dhe çdo tarifë të kombimit të monedhës në një mënyrë të qartë, neutrale dhe të plot. Ndryshimet synojnë që të adresojnë ankesat e shumta për kostot e larta, veçanërisht për tërheqjet cash, jo vetëm nga shqiptarët, por sidomos nga kartat e huaja. Një problem ky i raportuar shpesh nga turistët dhe shtetasit shqiptar, të cilët jetojnë jashtë vendit. Në bazë të rregullave të reja, klientët do të informohen gjithashtu përpara pagesës ose tërheqjes për shumën që do të debitohet nga llogaria e tyre dhe për shumën që do të përfitojë marrësi në monedhën përkatëse.